Zoti Blushi, sa deputet keni në listat e mbyllura dhe sa në të hapura? Si i përzgjodhët ta kandidat? Apo i caktoj Meta? Kjo është edhe Elish Meta caktoj dhe ishte. Edhe ti që të kesh fuqi kaq të madhe i caktosh? Apo ndoshta i ke caktuar? Nuk kemi ne nga këto partitë e reja që cakton kryetari listat veta. Për fat të keq, në fakt. Ne kemi 4 deputet në listat e mbyllura. 4. Dhe 8 deputet në listat e hapura. Pra do të kemi 12 deputet në 12 maj. Se ju mendoni që do t'i mbeni 12? Po diskutim që po, pse kush e vend Jo, se ti kishe bërë një llogarit 84 aty për t'i gjithë. Jo. E lexova unë. 84, 84. Jo për vete, jo. Me gjithë Do të nxjerroj 84. Qeroje. 84 ishte objektivi i koalicionit. Pra, koalicioni PD Aleanca për Shqipërinë. Merr 84. Duhet të marrë. Ky Rama shkon për lesh fare thuaj. Duhet të marrë 84 vota, nga të cilat 12 do jenë të Partisë së Lirisë, për të realizuar pikërisht ato reforma të mëdha që mundësojnë atë Shqipëri madhështore për të cilën ne luftojmë. Shqipëri madhështore e keni dhe ju idenë, Po tani, nuk e meritojnë Ju shqiptarët. lutem, zoti Sheh. Nuk e meritojnë shqiptarët një Shqipëri vërtet madhështore? A nuk e meritojnë? Shqiptarët e meritojnë një Shqipëri vërtet madhështore, zoti Blushi. Ky është Kjo slogan. këta me të marrë pushtetin do ta sjellin me njëherë. Si po vjen dhe në Amerikë, një Amerikë shumë madhështore. Ky është slogani ynë për te ironisë tuaj. Jo, se të edhim se qesha, ose kjo po na nuk ka problem. Për këtë, jo se ashtu është... Jam shumë i qetë, por kur ti nuk qesh me partitë e reja, ke të drejtë të qeshësh me partitë tradicionale, që i ka dhënë provat që i arrin objektivat e tyre. Në ti bëhe serios kur nxjerr sondazhet e incenatorëve, bëhe shumë serios kur dëgjuam këtu, unë heshta se nuk i refuzoj të përfshijmë këto lloj debatesh, për fat keq, dhe tani kërkon ta bësh një çështje kaq serioze. Do me thënë kandidatët kush i përzgjodhi tani? Për të qeshur. 12 merrni ju fiks. E para kriteret, kjo tregon që nuk e ndjek në vimësi zhvillim. Po të gjitha nuk i ndjek dot, unë jap për këtë pana se mora veshë dhe nuk e faj, ka qenë censura shumë e fortë. Por kriteret ne i kemi miratuar që në tetor të vitit të kaluar kanë qenë forumet tona. Kriteret e zgjedhjeve dhe në bazë të këtyre kritereve ju Po doktori i dinte kriteret tuaja dhe ju dha këta 4, Tani ne jemi Partia e Lirisë, ne nuk po shkrihemi me Partinë Demokratike. Lirisë, po sigurisht më. Dhe kriteret tona, kemi mbledhjet e forumeve tona kanë qenë publike. Komiteti drejtues kombëtar publike kanë qenë të gjitha. Ku janë votuar emrat, janë votuar kandidatë. Me thënë 5 ju keni vdekur aty, 4 janë me doktorit. 12 ju. Një merrni këto gjithë votat mbledhen këtu për Ilimeten. 12 e diun, po objektivi i Tiranës është koalicioni. Manë se ju keni zakon që nuk më vini mua pastaj si më herët e kaluar më thoshi 45, 50 dhe pastaj s'më vini më në studio. Ylli, objektivat janë konkret. 12 deputet. Objektivat dakord, dakord. Nuk jam nga ata që them 71 fiton. Bëjmë. Objektiva këtu, me objektivat që kanë shpallur të gjithë, dalin një 8 deputet. Tani unë po flas për ata që Tani Monika Kryemadhin pse keni pretendonin 71 dhe kë kemi për zënë? Monika Kryemadhin. Kemi për zënë Monika Kryemadhin. Kush të thatu që nga kush është për zënë? Nga kush? Tani se do të themi një gjë të vërtetë, nëse kishte një njerëz që ditë të punonte a do flasim më shumë nga të gjithë ju? E qartë. Do njëherë dhe më shumë se Ilir Meta ishte Monika Kryemadhin. Do flasim për 11 majin. Ore, unë po të themi një gjë shumë të rëndësishme. Zonja që sheh aty ka qenë nga njerëzit që ka dhënë kësaj partie gjithçka. Do me thënë, nuk ka qenë nga punëtorët më aktive dhe një fabrik votash për lëvizjen socialiste për integrim. Dhe ti ke qenë aty në fillime, se për edhe në vonti. Tani, falë, se ti ishe me Ilir Metën në prezidencëve. Aty ishit, ka partisë e shqitet gjitha, kjo i mërë të këto. Nuk ka, ne bënim betej, nuk... Betej e dimon, gjithë ato duart aty ca ko, aty për para të obori. Ka fituar 5-0 Venecia, Ilir Meta. 5-0 me Edi Rama. Ore, duhet fitosh votat e popullit shqiptar, le më Venecia fiton qatë duash. Po flasë për presidencën. Tani, kush është pyetja juaj? Pyetja është Monika Kryemadhin, vëlla, pse nuk është në... Ku të jetë? Kandidatë për deputetet e ti mund të ishte në 4. Ta ka dhënë përgjigjen vetë Monika tani. Për qa më pyet mua? Qa ka thënë? Nuk kam dashur. Që më ka thënë, unë e kam pyetur? Po ka dalë në media më yli tani. Nuk kam dashur, da?
Tani përgjigjen e ka dhënë vetë Monika tani, më ke thirrur të pyesësh përse Monika do të kandidojë tani. Është pyetje pa sens. Tjetër. Sali Berisha ju ka dhënë 4 deputet. Po. Fiton neta 5. Po ju meni do me thënë 12. Po ju çfarë jepni doktorit në këtë rast? Sepse kemi doktori që ju ka bërë këtë ndihmën, çfarë i ktheni ju? Ne se do të takohemi prapë këtu? Po diskutim po. Po, jo t'i vjen, nuk e ke problem, se këtu të gjithë vinë pas të kthehen pas disa kohësh. Jo, vi në çdo ti. Dhe mua më vjen rend t'ju them pse s'ka ndodhur ajo që thoshit. Nuk të kam refuzuar asnjë. Ka shumë vite që më vjen rend. Pushat? Ju të more pse? Por si vjen rend atyre që thonë. Jo vin, është si ati që të merr borx mo. Njërin me njërin fshihesha unë. Fshihesha unë mo kur vinte ai që kishte marrë borx. Po lekët ishin të atje. Të mirë. Ta kthejmë bisedën tani aty te juaj. Po. Ne koalicionit japim 12 deputet. 12 deputet. Japim të paktën 50.000 vota në Tiranë dhe do bëjmë çdo përpjekje që ky koalicion... Në këtë tavolinë sa jemi, sa i jepni 12 ju, pano ju sa kini ndërmet? Unë pres të flasi vota, ka janë që mbajnë premtime, bëjmë... Jo, se këtu mund në dalin një 30-20 bëjshet. Kjo pyetje tani kështu nuk shkon. Unë po them... Po tani ti do të... Dakor, jo po tha vetë këj më 12. Mirë, dakor. Ore, dëgjove gjeti të thosha unë sa të marshë. Ti më the 84 do japësh lëja, po 12 kandidat kam. 12 kandidat kam. 12. 12. Ti më the 84, për ne them ke regjizori... Pse s'ne jetë e lista jashtë, tipë? Pse zeta unë të do të japë këtë përgjigje. Sepse ne, si kryesi... Se pas të godet panon e i thua pse u futut këta këtu, pse u futut babaj, pse u futut... Ti drejt për drejt u futut që fillim brenda listës. Tani ai është fenomen... Më lejo të përgjigjem tani, se unë sa filloj ti më ndërpret. Ndërkohë ke gjithë durimit të dëgjosh lloj muhabetesh në këtë studio. Po, sigurisht. Tani, në kushtet ku ndodhet Partia e Lirisë, që për fatin e keq ka qenë forca opozitare më e goditur nga regjimi, sepse pati tentativa të dështuara për të marrë peng këtë forcë politike, për të mbërritur të rëmbimi kriminal i presidentit të Partisë së Lirisë, i cili ende vijon të mbahet në izolim ekstrem pikërisht për shkak të fuqisë elektorale që ka Ilir Meta dhe Partia e Lirisë, sepse ndryshe nuk do ndodhin këto ngjarje kaq të rënda dhe kriminale. Kryesia e Partisë së Lirisë i ka kërkuar presidentit, do të thonë është fakt publik, që të ishte në listën e mbyllur. Sepse ne menduam që në kushtet aktuale, ku ndodhet zoti Meta, pra gjendja e tij juridike, izolim ekstrem, ku as nuk i lejohet të komunikoj as me 2 deputetët, edhe pse ligji i deputetëve u amundson, prej vetmi zyrtar i Partisë së Lirisë jam unë që mund të takoj, dhe askush tjetër, dhe ndërkohë e ka të kufizuar edhe telefonatat, edhe mënyrën e komunikimit, pra nuk komunikon dot. Me mua befas më ndërpreve të se mori ai. Normalisht, po pra komunikon vetëm me mua, këtë po them. Dhe në këto kushte ne i propozuam zotit Meta që të ishte pjesë e listës së mbyllur. Nuk pranoi. Jo, s'pranoi ai. Nuk pranoi. Sa publikisht. E ka thënë dhe publikisht, pra... E mirë ka bërë, se ai e ka mbrojtur atë. Sepse, pikërisht. Ai e ka mbrojtur. Ai ka mbrojtur me grevë me të gjitha. Ai ka qenë nga ndër të paktët ose ndër të vetmit politikanë në vend, që ka bërë... Ju do të lini do të 12 edhe mos i merrni, po do lini do të lini me të njerëz, do blidhni të gjithë aty, me drum, me hu, me të gjitha do të bëni atë. Dhe ka bërë grevurie për çështjen e listave të hapura dhe edhe sot zoti Meta e seroi nëpërmjet një reagimi në rrjetin social Facebook që kushti i parë dhe i panegociueshëm me Partinë Demokratike pas 11 majit do të jetë pikërisht hapja e listave. Për këtë kërkojmë 84 votat, pra, e nevojshme kushtetuese për të realizuar këtë ndryshim në kodin zgjedhor. Qartë. Që shkurt, saktë. Ju e keni realisht, ju e keni kundërshtuar, kjo e një maskaradë e madhe 2 partive të mëdha.